Përshëndetje për të gjithë, nuk e di apo dëgjohemi. Tani, profesor, vazhdoni. Unë nuk të dëgjoj as emisionin, nuk duket linja. Nëse dëgjohemi atëre... Po, atëre nëse dëgjohemi, nuk e di apo dëgjohemi. Pra sot mirë, atëre faleminderit. Pra, ashtu si që prezentuat edhe ju, në Prishtinë, pra 2 akademitë shqiptare, përkatësisht Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës dhe Akademia e Shkencave të Shqipërisë, organizojnë një konferencë shkencore ndërkombëtare me temë studimet albanistike të slavët e jugut. Në Prishtinë, pra 2 akademitë shqiptare, përkatësisht Akademia e Shkencave. Pra, seksioni i gjuhësisë dhe i letërsisë i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, ashtu siç e thash, dhe ai i Akademisë së Shkencave dhe Arteve, mendoj Shkencave të Shqipërisë, po organizojnë këtë konferencë shkencore e cila po zhvillohet gjatë 2 ditëve, pra dje dhe sot priten që të përfundojnë këto punime të kësaj konferencë ndërkombëtare. Duhet ta kemi parasysh se shënimet e para për shqiptarët dhe gjuhën shqipe të slavët e jugut janë relativisht të hershme dhe i reflektojnë zhvillimet sociokulturore në fushat përkatëse politike shtetërore. Duhet ta kemi parasysh sidomos ata që merren me fushën e gjuhësisë ose me gjuhësinë ballkanike, i njohin këta emra të cilët do t'i përmend, sepse interesimet veçanta për gjuhën shqipe dhe për shqiptarët janë shënuar qysh në shekullin e 19 te autorët si Obradoviçi, Kopitari, pra Karaxhiçi, Miklosiçi, Jagiçi e disa të tjerë, në suaza gjithmonë të interesimeve për studimet ballkanike dhe të lëvizjeve intelektuale të kohës në Europën qendrore. Duhet të kihet parasysh edhe një gjë se studimet për Shqipën dhe kulturën shqiptare janë rritur shumë ose me një farë mënyre pak a shumë ndjeshëm në pjesën e parë të shekullit 20, qoftë si një vazhdim i interesimeve për studimet e Evropës juglindore, apo si studime të mirëfillta albanistike në suaza gjithmonë të dinamikave të reja sociokulturore. Një impuls të veçantë këtyre interesimeve u ka dhënë sidomos botimi i revistës me titull Arhiv za Arbanashku Starino Jezik i Etnologiu, do të thonë që është botuar gjatë periudhës së viteve 1923-26 dhe themelimi i lektoratit të gjuhës shqipe në Universitetin e Beogradit, njëherët një nga lektoratët ose sot një nga katedrat më të vjetra të gjuhës dhe letërsisë shqiptare në Ballkan, do të thoya, sepse kjo është një katedër e cila sot dhe kësaj dite funksionon, dhe në këtë katedër jam unë dhe një kolegi imi nga Universiteti i Tetovës, madje jemi edhe pjesë të stafit akademik të kësaj katedre, dhe kjo katedër veçse më para 2-3 vite shënoi edhe 100 vjetorin e themelimit të saj. Pastaj, gjatë kësaj periudhe kemi edhe një val me interes studimesh të personaliteteve të rëndësishme, si Nahtigali, e deri te Novsha Kesnoj, do me thënë që janë përfaqësues të Slovenisë, Petar Skoku, Majeri, Shuflaj, Katičići, e deri te Matasanovići në Kroaci, Bariqi, pra Henrik Bariqi, Boškovići, Dančetovići, Popovići, e disa të tjerë në Serbi, të cilët me një farë mënyre kanë dhënë një kontribut të madh për studimet shqiptare ose studimet e gjuhës shqipe gjithmonë në kontekst ballkanik. Nuk duhet haruar edhe Mladenovin, Sokolovën, Asenovën, e deri te këto të fundit, të cilët ishin edhe pjesëmarrës në konferencën shkencore që po zhvillohet edhe sot, po dje lexuan punimet e tyre si Tarpomanova, Pançevi nuk ishte, Kristova Bejleri, do të thënë që janë përfaqësues të tyre në Bullgari. Me një farë mënyre edhe unë, do me thënë, kam paraqitur një kumtes time, e cila kishte
titullin Trajta të admirativit në gjuhën maqedonase, pra gjithmonë në rrafshin dialektor, si rezultat i kontaktit gjuhësor mes shqipes, analizë ndërgjuhësore nga këndvështrimi i Veselin Kallabrovskës. Me një farë mënyre, duhet ta kemi parasysh dhe në këtë kumtesë kam trajtuar atë se veç studimeve ose veç studiuesve të njohur, do të thonë vendor dhe të huaj, që nuk duhet harruar ku të përmendim Eqrem Çabeni, Idris Ajetin, Selman Rizën, Shaban Demiraj, Besim Bokshin, Kolet Topallin, të huaj si Norbert Jokli, Agnia Desnickaja, Fidleri, Fridmani, Altimari, Recep Ismaili e disa të tjerë, pa dyshim në këtë mes një vend të rëndësishëm zë edhe kontributi Veselin Kallabrovskës, e cila është akademike në Akademinë e Shkencave të Maqedonisë, ndoshta jo drejt për drejt në studimin e mënyrës habitore të gjuhës shqipe, por në identifikimin dhe përshkrimin e ndikimeve të drejt për drejta të kësaj mënyre habitore në gjuhën maqedonase, e cila thot dhe është parimore dhe drejt për drejt se do mos do këto ndikime gjuhësore i ka ushtruar Shqipja mbi të folmet e Maqedonisë perëndimore. Duhet ta kemi parasysh se një gjë të tillë edhe para saj e thonë edhe studiues tjerë, të cilët janë studiues të mirëfillt dhe nuk i politizojnë gjërat, por e tregojnë të vërtetën se shumë dukuri gjuhësore, sidomos kjo me admirativin, kur e themi admirativin e kemi fjalën për mënyrën habitore të foljes, e cila është karakteristike veçantë e gjuhës shqipe që nuk e kanë gjuhët e tjera indo-evropiane, dhe këtë e pranojnë edhe gjuhëtarë të tjerë maqedonës, siç është Blaže Koneski, Božidar Vidoevski, pastaj një maqedoniste shumë e njohur me origjinë polake, e cila është ende gjallë, ka një morë ndoshta rreth 100 vite, që është Zuzana Topolinska, por edhe maqedonisti dhe edhe balkanologu dhe albanologu amerikan Viktor Fridmani, i cili me shembuj konkret thot se gjuha shqipe ka ndikuar sidomos mbi bullgarishtën dhe maqedonishën për të krijuar këto struktura gramatikore në rrafshin dialektor të këtyre të folmeve. Pra flasim gjithmonë për maqedonishtën, sepse duhet ta kemi parasysh ndikimet ndërgjuhësore, sidomos në fushën e gramatikës, janë ndikime të cilat lënë vrag më të madhe dhe janë ndikime të cilat ndoshta nuk ndodhin shumë shpejt siç ndodhin ndikimet mendoj ndikimet në leksik, por kjo dëshmon edhe për një gjë, për një autoktoni të shqiptarëve në këto treva dhe dëshmon atë se gjuha shqipe nuk ka marrë vetëm nga gjuhë tjera, por e ka dhënë. Më thonë edhe karakteristike ose diçka e veçantë e këtij studimi që e kam prezantuar dje me Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, qëndron pikërisht në këtë, se gjithmonë punimet që kanë qenë punimet ballkanologjik ose në kontekst ballkanologjik, shumica e tyre kanë qenë në trajektorën ndikime të gjuhëve slave në gjuhën shqipe. Do thonë, kjo është një trajektore e anasjellë ku ne, duke mbështetur në studime dhe në botime të mirëfillta shkencore, hasim një gjë të anasjellë, një trajektore që e çon se edhe gjuha shqipe ka pasur ndikim dhe ka ndikuar te gjuhët e tjera me popujt të cilët ka jetuar me dikën, me ndonjë popull disa shekuj, me disa edhe më pak e kështu me radhë. Pra me një farë mënyre, pasi po e dim që kemi ndoshta disa telashe teknike, unë ju përshëndes gjithëve këtu nga Prishtina, sepse tani duhet të shkoj sepse sot zhvillohen punimet në ditën e dytë të konferencës shkencore, të konferencës shkencore ndërkombëtare me titull Studimet albanistike të slavëve të jugut, dhe konferenca përgjithësi gjithçka po shkon mirë dhe kishte me një farë mënyre përfaqësues të shumë shteteve të Ballkanit, të Evropës, por edhe më larg, do të thonë kishte edhe nga Amerika, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por nuk mungonin edhe studiuesit, vije fjala nga Serbia, Bullgaria, ishte nga Italia, nga Maqedonia e Veriut, nuk jam vetëm unë, ka edhe një studiues tjetër, një koleg, do të thonë nga Universiteti i Tetovës tjetër, dhe në një farë mënyre
konferenca po i zhvillon punët mirë dhe po ndjerë në pak disa të dhëna të fundit që kanë të bëjnë kryesisht me studimet albanistike të slavët e Jugës.